إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, ju që besuat, friksoni Zotit sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm që duke qenë besimtar, dhe dije se fjala më e mirë është fjala e Zotit, Kur'ani Kerim, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe punët më shëmtuar në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbja që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, në trupin ton gjendet një gjymtyr shumë I rëndësishëm, që vërtet nëse ai nuk punon nuk ka jetë, por dhe nëse ai nuk është I gjallë, nuk është I kthjellët, ose ajo nuk është e gjallë, nuk është e kthjellët, nuk është e pastër, smuret I gjithë trupi. Të gjitha vendimet apo sjelljet apo veprat tona, madje edhe gjymtyrët dhe shqisat që ne I kemi, komandohen pikërisht nga ajo e cila ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalat inna fil jasadi mudgha, në trupin e njeriut është një copë mishi, idha saluhat saluha al jasadu kullu, nëse ajo përmirësohet çrohet e gjithë trupi, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, nëse ajo prishet e gjithë trupi, ala wa hiya al qalbu, dhe ajo është zemra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dhe nga ana gjuhësore zemra çfarë do thot khalisu shay'un wa sharifuhu, gjëja më e pastër nga ana gjuhësore, më e kulluar dhe më e mira e diçkaje. Në kuptimin e dytë gjuhësor do thot raddu shay'in ala shay'in min jihatin ila jiha, pra ta rretullosh diçka njëherë majtas, njëherë djathtas, njëherë në një krah dhe njëherë në një krah tjetër. Dhe pikërisht për këtë arsye e ka marrë emërtimin zemra al-qalb, zemra li taqallubiha, sepse ajo rretullohet, ajo lëviz, ndjenja e saj nuk është për ditë një lloj, njëherë njeriu do, njëherë urren, njëherë ka smir, njëherë është në gaflet, njëherë harron, njëherë zemërohet, njëherë I shtohet dashuria më shumë se ç'duhet, njëherë urren, e kështu është zemra e njeriu, dhe nëse ajo nuk ka diçka që e qetëson dhe që bën atë të qëndrueshme, atëherë do ta gjesh atë që merr vendimet e shikimit tënd, e dëgjimit tënd, e duarve tua, e fjalëve tua, e veprave tua, të gjitha e komandon ajo pra zemra. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam në hadithin e tij të njohur e përdorte shpesh duan, ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, o ti që I rrotullon zemrat, forcoje zemrën time, bëje të qëndrueshme atë në fen tënde. Sepse njeriu në përditshmërinë e tij
ka hallë dhe probleme dhe ka shumë gjëra që e bëjnë atë të shmanget, pra zemrën, të harrojë, të bjerë në gaflet, të urrejë, të dashurojë, të bjerë në kufër, të bjerë në shirk, të mohojë Zotin, të adhurojë njerëzit, të adhurojë paran, të arrojë për çfarë rëndësie ka. Pra janë smundjet e zemrës këto të gjitha. Dhe nëse njeriu la yukhallisuha, nuk e kuron atë, nuk e pastron atë, ajo e komandon gjithë qenien tonë njerëzore. Prandaj dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur i jep argumentet e tij në Kur'anin Kerim dhe u drejtohet popujve dhe njerëzve dhe besimtarve dhe muslimanëve dhe gjithë njerëzimit, afala yasiru fil ardi, nuk shikojnë ata të ecin nëpër tokë dhe të shikojnë mrekullitë e Zotit, lijakune që të kenë zemra që logjikojnë, thot Allahu Azza wa Jall. Ka thënë zemra që logjikojnë. Si ka mundësi? Sepse logjika e njeriu është në zemër, thon dietarët e Islamit. Shqisat e tij vërtet marrin informacion, shikojnë, shijojnë, dëgjojnë, por vendimet dhe gjërat më pas vijnë nga zemra. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtet nuk verbohen syt, por verbohen zemrat që janë krahoror. Verbohen zemrat që janë krahoror. Prandaj në hadithin tjetër të pejgamberit alayhis salam që transmeton Ebu Musa al-Ashari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inma summiya al-qalbu min taqallubihi. Është quajtur zemra, thot pejgamberi, se zemër qalb, sepse ai rrotullohet, ndryshon nga momenti në moment. Inma mathalul qalbi kamathali rishatin bil falati. Shembulli i zemrës është i shembulli një pupule në hapësirë. E merr atë era dhe çon në degën e pemës dhe ndryshon, thot, njëherë majtas dhe njëherë djathtas, njëherë nga një krah dhe njëherë nga një krah tjetër. Kështu e zemra e njeriu kur ajo smuret, wa yata'allaqu ladhil, dhe lidhet më shumë me diçka tjetër në vend të Allahut Azza wa Jall. Lidhet me pasurinë ndonjëherë, lidhet me famën ndonjëherë, lidhet me urrëtin ndonjëherë, lidhet me hasedin herë tjetër, lidhet me dashurinë, lidhet me mosbesimin, lidhet me kufrin, lidhet me vetpëlqimin, lidhet me arrogancën, lidhet me mendjemadhsinë. Kulluha fil qalbi, të gjitha këto gjenden në zemrën tonë. Të gjitha këto gjenden në zemrën tonë. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij na ka mësuar se si ta ruajmë zemrën dhe ka thënë: la tabaghadu wa la tadabaru wa la takhadhalu wa la tahasadu, mos e urreni njëri tjetrin, mos e keni smin njëri tjetrin, mos e braktisni njëri tjetrin, mos e poshtroni njëri tjetrin, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kunu ibadallahi ikhwana, jeni vëllezër për hir të Allahut Azza wa Jall. Pastaj ka thënë inna çfar at-taqwa ha huna, devotshmëria është këtu, ka thënë pejgamberi, devotshmëria është këtu, devotshmëria është këtu. Prandaj dhe zemra, vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, bëhet shpeshherë robi diçkaje. Mund të robërohet njeriu me qenin e tij, wallahi robërohet njeriu me qenin e tij, sa herë që ai lidhet me dikë tjetër më shumë se Zotin subhanahu wa taala. Sepse lidhja e zemrës me Zotin është ibadet, adhurim, që nuk i takon askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, nëse zemra tona lidhe me njerëzit më shumë se ç'duhet, lidhe me pasurinë më shumë se ç'duhet, lidhet me famën, lidhet me diçka tjetër, lidhe me arrogancën, me mendjemadhsinë, me para, çfarë do qoftë ajo gjë, atëherë njeriu ngel robi i saj dhe vjen momenti që ajo zemër nuk ngopet më, nuk ndjen qetësi, nuk ndjen rehati, ka nevojë për ushqim, po se gëzon, nuk ndjen asnjë lloj dashurie më. Është bërë e pandjeshme me jetun e vdekur. Dhe për këtë na ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulli i atij që përkujton Allahun dhe shembulli i atij që nuk e përkujton Allahun është si shembulli i djallit me të vdekurin. Allahu thotë në Kur'anin Kerim, thotë Allahu në Kur'anin Kerim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, a nuk meditojnë ata mbi ajetet e Kur'anit, apo zemrat i kanë të kyçura? Apo zemrat i kanë të kyçura? Prandaj mos u habit për sjelljet dhe veprat e njerëzve sot, pse i kanë kulubu mejit e zemrat e vdekura, o kulubu merida, se zemrat e tyre janë smura, dhe e gjejnë kënaqësinë çdo vend tjetër, por nuk e gjejnë kënaqësinë duke ratuar shpirtin dhe zemrën tek Allahu subhanahu wa taala dhe në xhamiet e Zotit xhelle xhelaluhu. Thot Abu Ubejda ibn Jarrah, sahabi nderuar radiyallahu taala anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, mathalul qalbi al-mu'mini, shembulli i zemrës së besimtarit, mithlul usfur, asi zogu, yataqallabu kull yawmin kadha wa marratan kadha.
Pra, zemra e besimtarit, thot Ebu Ubejdi radiallahu anhu, është si zogu, njëherë kështu e njëherë ashtu. Pra zogu fluturon njëherë me një deg, e njëherë me një deg pemë tjetër, njëherë me një vend, e njëherë me një vend tjetër, por ajo që e bën atë të qëndrueshme është të ndjejë mbikëqyrjen dhe frikë respektin dhe dashurinë për Allahun subhanahu wa taala. Thot Salman al-Farisi radiallahu anhu në hadithin e pejgamberit sasem, li kulli falni, thot Salmani radiallahu anhu, li kulli mrim gjewanijun wa baranijun. Çdo njeri ka të brendshmen dhe të jashtmen e tij, pra zemrën. Nëse e përmirëson të brendshmen e tij zemrën, i përmirësohet e jashtmja e tij, dhe nëse e prish të brendshmen e tij, i prishet e jashtmja e tij, pra e prishet gjitha sjelljet dhe veprat e çdo gjë tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, islahul kulubi, rregullimi dhe çfarë, dhe përmirësimi i zemrave, sepse ato shumë shpejt lidhen me ngjarje dhe fenomene, me njerëz, me çdo gjë tjetër, pikërisht atëherë kur ato nuk i robërohen Zotit, po i robërohen kësaj dynjaje dhe mjeteve të saj. Prandaj e lutim Allahun azza wa jall ta i ruaj zemrat tona nga çdo e keqe. Thot Hasan al-Basri radiallahu ta'ala anhu, dawi qalbek, shëroje, kuroje zemrën tënde, fa inna hajat Allah ila ibadi salahul qulub, sepse Allahu dëshiron që ju t'i kuroni, t'i shëroni zemrat tuaja. Dhe pikërisht për këtë fjalë të Hasan al-Basrit, thot Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala në një librat e tij, fala salahu lil qulubi, nuk ka shërim për zemrat, nuk ka shërim për zemrat, hatta tastaqirra fiha ma'rifatullahi wa mahabbatu wa 'azamatuh, nuk ka shërim për zemrat derisa ato çfarë, të qëndrojnë tek njohja e Zotit dhe madhërimi i tij dhe dashuria për të dhe frika ndaj tij, wa mahabbatu dhe madhërimi dhe shenjtërimi i tij subhanahu wa taala, dhe shpresa tek Zoti, wa tawakkulu ala Allah, dhe mbështetje tek Allahu, wa tamtaliu min dhalik, dhe të mbushet me këto cilësi dhe virtyte. Wa huwa haqiqatu at-tauhid, dhe ky është pikërisht realiteti i tauhidit, i monoteizmit, i adhurimit ndaj Zotit subhanahu wa taala. Sa njerëz sot shpresojnë tek njerëzit më shumë se ç'duhet. E sa të tjerë i shohin ata si zota apo si pejgamber, sa të tjerë u nënshtrohen të tjerëve, dhe sa të tjerë kërkojnë ndihmën dhe shpresën dhe shërimin dhe për uljen dhe strehimin tek njerëzit apo krijesat, dhe nuk kanë kurajë dhe nuk e gjejnë gjuhën dhe as zemrën ta shërojnë që ta gjejnë qetësinë dhe për uljen tek Zoti subhanahu wa taala. Dhe lutim Allahun xhelle xhelalu na i ruaj zemrat nga shmangja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Zoti ynë, mos na i shmang zemrat tona pasi na udhëzove. Zoti ynë, mos na i shmang zemrat tona pasi na udhëzove, dhe na jep mirësi për teje, sepse ti je i që dhuron shumë. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyyun ba'dah. Falëndërimi i takon Allahu xhelle xhelaluhu, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, ky gjymtyr i vogël që gjendet brenda krahorëve ton, ja pra që ka shumë i rëndësishëm për gjitha sjelljet, veprat dhe vendimet që ne marrim në jetën tonë përditshme. Prandaj besimtari kur do për hir të Allahut, dhe kur urren për hir të Allahut xhelle xhelalu, dhe kur ndihmon për hir të Allahut, kur friksohet i friksohet vetëm Zotit, pra çdo gjë rretullohet rreth krijuesit gjithësisë. Sepse ai e di që e vetmja shpresë, e vetmja mundësi e përhershme, e përjetshme, e pavdekshme është tek Zoti xhelle xhelalu dhe jo tek njerëzit. Njerëzit janë si ne, kulubuhum, zemrat e tyre lëkunden, të braktisin, të harrojnë, të lënë vetëm herë mbas here, të urrejnë, të duan për interes. Kështu është dynjaja. Dynjaja kështu e ka. Allahu xhelle xhelalu i ka zbritur këto ajete dhe këto hadithe të pejgamberit alayhi salatu wassalam që të lidheni me Zotin dhe jo me krijesat. Ti doni krijesat dhe të ndihmoni dhe të lidhni marrëdhënie ndërnjerëzore për ata, me ta me hir të Allahut azza wa xhel, por jo për interesat e kësaj bote, se dynjaja është. As mbretrit, as sultanët, as të famshit, as të varfrit nuk kanë marrë gjë me vete përveç se dheu dhe qefinit. Prandaj lutim Allahun azza wa xhel na i ruaj zemrat tona pasi na ka udhëzuar. Thot Imam Ibn Taymija rahimahullahu taala,
disa fjalë të mëdha. Fal qalbu la yuslihu, zemra nuk shërohet, nuk përmirësohet. Wala yuflihu, dhe nuk gëzohet. Wala yataladhu, dhe nuk e shijon. Wala yasurra, dhe nuk gëzohet dhe lumturohet. Wala yatibu, nuk përmirësohet. Wala yaskunu, nuk qetësohet. Wala yatmainu, nuk rahatohet. Illa bi ibadati rabbih wa hubbihi wa inabati ilayh. Vetëm me adhurimin e Zotit saj, dashuria për të, kthimi tek Allahu Azza wa Jall. Edhe nëse arrin ndonjëherë këto lloj ndjenje tek njerëzit, ajo shkëputet, sepse ka nevojë për atë çfarë vëllezër. Ka nevojë që ai të veçohet me Allahun dhe të rahatohet me Zotin subhanahu wa taala, duke qenë se ai është krijuesi i tij, ai është i adhuruar i tij, ai është qëllimi i besimtarit për të arrijë kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala. Dhe kështu njeriu thot, do ta ndjej gëzimin, do ta ndjej mirësinë, do ta ndjej shijen dhe qetësinë dhe ratinë e zemrës kur ajo i përkushtohet dhe i rahatohet vetëm tek Zoti i gjithësisë. Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa fil qalbi sha'thun la yalimmuhu illa al-iqbalu ala Allah. Në zemër ka lëkundje, tronditje, ka shkapërderdhje dhe nuk e rahaton atë vetëm se drejtimi, orientimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa fihi wahshatun, në të ka egërsi, la yaziluha illa al-unsu bihi wa khalwatihi. Dhe atë në zemrën e tij për njeriu ka egërsi dhe nuk e largon këtë engërsi vetëm se veçimi dhe butësia me Zotin subhanahu wa taala, duke përmendur Allahun mes teje dhe Zotit. Wa fi huznun, dhe ka mërzi, wala yudhibu illa sururu bi ma'rifati wa sidqi muamalati. Në atë zemër pra çfarë? Në atë zemër thot ka mërzi dhe nuk e largon atë vetëm se gëzimi dhe njohja e Allahut dhe sinqeriteti në marrëdhënie me krijuesin subhanahu wa taala. Wa fihi qalaqun, dhe në të ka depresion, ka lëkundje, ka tmerr, ka frikë, la yuskinuhu illa al-ijtima'u alayh, dhe nuk e qetëson atë vetëm se kthimi dhe për ulja dhe strehimi tek Allahu Azza wa Jall. Wal firaru fihi minhu ilayh, dhe orientimi dhe vrapimi tek Zoti për tek Zoti subhanahu wa taala, tek urdhëresat e tij, tek ndalesat e tij, duke kënaqur me qadan dhe qaderin e Zotit subhanahu wa taala. Dhe çfarë? Dhe malli thot për të arritur takimin me Allahun xhelle xhelalu. Wa fi talabun shadidun, dhe ka kërkesë të fortë. La yaqifu duna an yakuna, dhe nuk ndalon kjo kërkesë derisa të jetë Allahu një dhe i vetëm në zemrën e tij. Wa fi faqatun, dhe ka boshlik të madh. La yasudduha, dhe nuk e mbush këtë boshlik vetëm se dashuria dhe për ulje dhe kthimi tek Zoti subhanahu wa taala, për kujtimi i tij dhe sinqeriteti me Allahun xhelle xhelalu. Ky është ilaçi i smundjeve të shoqërisë tonë dhe shumë shoqërive sot. Shikoni pra se me çfarë i kemi mbushur zemrat e vëllezër dhe motra. A vërtet është dashuria për Allahun aty ku duhet? A e shohim fjalën e Zotit si fjala më e madhe? A e shohim fjalën e pejgamberit si fjalë më të madhe? A e shohim ndalesat dhe urdhëresat dhe punët e mira si fjala më e madhe dhe pa diskutueshme? Apo i vëm diskutim fjalët e Zotit dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo i kthehet çdo njeriu prej nesh, burra, gra, fëmijë, trin, treja, pse ku jemi ne? Prandaj dhe kulubuna tataqallabu wa tatakayyafu ala hawaha, prandaj dhe zemrat tona rrotullohen dhe shmangen sipas dëshirave, egove, dyshimeve, dhe nuk i bën përshtypje atij as fjala e Zotit, as fjala e pejgamberit. Wala ilaja fi qalbihi, dhe nuk ka shërim dhe ilaç që shëron zemrën e tij dhe smundjen e zemrës së tij, përveç egoja, dëshira për para, për pushtet, për famë, për arrogancë, për mendëmallësi, ku të gjitha këto do të përfundojnë ke guri i varrit, dhe atje shkruhet dita që linde dhe dita që vdes. Dhe thot Zoti në Kur'anin Kerim, faman amila salihan fali nafsi, kush ka bërë mirë ka bërë për veten e tij, wa man asaa fa alaiha, dhe kush ka bërë keq ka kundra vetes tij, wa dhalika yawm ma kunta ta'id, dhe kjo është dita që ti e mohoje, dita tataqallabu bihi al-absar, dita kur rrotullohen shikimet nga frika dhe tmerri, ditës kiametit, atje pra mburojnë gjitha pushtetet, gjitha famet, gjitha pasuritë, dhe do të dëgjosh zërin e krijuesit gjithësisë, dhe thot, që thot në hadithin, limenil mulkul yawm, kujt i takon pushteti sot me, i takon Allahu xhelle xhelalu, ledhi e thot në Kur'anin Kerim,
atë cilë thot Zotin Kur'anin Kerim, Allahu ghalibun ala amri. Allahu do të jetë mbizotruesi mbi çdo lloj çështje, mbi çdo lloj fuqie, mbi çdo lloj pushteti, mbi çdo lloj fame, mbi çdo lloj arrogancë, mendimallësie dhe padrejtësie. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mi pra shumica e njerëzve thot Allahu nuk e din. Wallah, sa ka sfiduar kjo kohë, sa ka parë kjo dynja prej faraonëve, sultanëve, kriminalëve, të padrejtëve, zullumqarëve, dhe sa do të vinë kulluhum fi nari jahannam. Gjithë do të jenë zjarrin e xhehenemit, atje ku nuk ka më histori tjetër përveç historisë që ke pasur mbi supën në dynja. Prandaj vëllezër dhe motra, mos e shisni nderin tuaj, mos e sisni fen tuaj, mos e prishni zemrën tuaj, mos e ndyni duart e juaja, mos mbështesni zullumqarat, mos u hyni hak njerëzve, se të gjithë këto do të pyeteni dhe thotë Zoti në Kur'anin Kerim, inna profet zemrat, xhimet dhe shikimet do të pyeten dhe do të ketë përgjegjësi para Zotit subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jalla na i falë gjuna dhe gabimet. Elusim Allahun na i falë gjuna dhe gabimet. Elusim Allahun na i falë gjuna dhe gabimet. O Zot, mos na i shmang zemrat tona pasi na udhëzove. O Zot, mos na i shmang zemrat tona pasi na udhëzove. O Zot, mos na i shmang zemrat tona nga feja jote pasi na udhëzove, dhe na udhëzo dhe na jep përmirësive tua, se ti je dhuruesi i madh. O Zot, na i fal gjuna dhe gabimet. O Zot, na i ruaj trinj dhe treja tona. O Allah, na i ruaj trinj dhe treja tona. O Allah, na i ruaj trinj dhe treja tona. O Allah, na ruaj nga fitnet që duken dhe nuk duken. O Zot, na ruaj nga sprova dhe fitnet që duken dhe nuk duken. O Zot, na ruaj nga sprova dhe fitnet që duken dhe nuk duken. O Zot, na i fal gjunahet tona. O Zot, na i fal gjunahet tona. O Zot, na ka përse ato gjuna që i dim dhe nuk i dim. O Zot, na përfshin rahmetin tënd. O Allah, na përfshin rahmetin tënd. O Allah, zbrit mbi ne rahmetin tënd. O Zot, zbrit mbi ne rahmetin tënd. O Zot, na udhëzo në rrugën tënde, në rrugën e pejgamberit tënd, modelin më të mirë për njerëzimin, ja Rabbel Alamin. O Zot, ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Gaza dhe në Palestinë. O Zot, atyre u bëjt padrejsi. O Zot, ata po shfarosin besimtarët e tu dhe robët e tu. O Zot, ata mendojnë se forca e tyre ka përcen fuqitë e tua. O Zot, ata harrojnë historinë e faraonëve dhe mbretëve dhe arrogantëve dhe gjakatarëve, se ku përfunduan dhe ku shkruan dhe ku shkuan. O Zot, ti je plot fuqishmi, jepi hakun popullit Palestinës dhe merr hakun e atyre që u bën padrejsi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.